Renata Deskoska, profesoreshe të drejtës kushtetuese, ish ministre e Arsimit dhe Shkencës dhe e Drejtësisë, është zgjedhur nën kryetare e Komisionit të Venedikut. Lajmin e ka konfirmuar vetë ajo përmes një statusi në Facebook. Ajo shpreh e lumtur që është e para nga RMV që është zgjedhur në një post kaq të rëndësishëm, por edhe sidomos për faktin se vendi ynë nuk është ende pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo zgjedhje, thot ajo, është një njohje aktivitetit dhe kontributit të saj në punën e komisionit, pasi deri më tani ajo ka marrë pjesë në përgatitjen e 14 opinioneve mbi vende të ndryshme, të cilat u miratuan të gjitha unanimisht në seancat plenare. Sot jam zgjedhur nën kryetare e Komisionit të Venedikut, i cili do të mbajë sesionin e tij të 145 më 12 dhe 13 dhjetor në Venedik. Dje Marta Kartabia, profesoresh e së drejtës kushtetuese dhe ish ministre e drejtësisë së Italisë, u zgjodh kryetare e re e Komisionit të Venedikut. Sot janë zgjedhur 3 nën kryetar të Komisionit të Venedikut: unë, Erik Holmvik nga Norvegjia dhe Timothy Oti nga Mbretëria e Bashkuar. Komisioni i Venedikut është një organ këshillimor i Këshillit të Evropës. Ai përbëhet nga ekspertë të pavarur në të drejtën kushtetuese dhe roli i tij kryesor është të ofrojë këshilla ligjore për shtetet anëtare dhe jo anëtare. Komisioni u krijua në vitin 1990 për të ndihmuar vendet në tranzicion në Europën qendrore dhe lindore që të sjellnin sistemet e tyre ligjore në përputhje me standarde demokratike, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Antarë të Komisionit të Venedikut deri më tani nga Maqedonia e Veriut kanë qenë Gordana Siljanovska-Davkova, Mirjana Lazarovska-Trajkovska, Tanja Karakamisheva-Jovanovska, Borçe Davitovski.